Rritjet e vazhdueshme të pagës minimale në Shqipëri nuk kanë arritur që ta nxjerrin vendin nga lista e të fundit në Evropë, sidomos kur bëhet fjalë për fuqinë blerëse. Eurostat ka raportuar të dhënat e para për pagën minimale në Evropë për vitin 2025. Në Shqipëri, paga minimale ka arritur në 405 euro, teksa paga prej 40.000 lekësh konvertohet në euro. Ironikisht, paga është më e lartë në euro se në gjysmën e dytë 2023, kur llogaritej në 376 euro, ndonse në atë periudhë ishte po 40.000 lekë. Edhe me ndihmën e kursit, paga minimale mbetet më e ulët se Serbia, që e ka çuar në nivelin e 619 euro dhe Mali të Zi prej 670 euro. Për Maqedoninë e Veriut, raportimi i fundit është 6 mujori i parë 2021 në 360 euro. Edhe pse është rritur, paga në Shqipëri vlen më pak, për shkak të kostos së lartë të jetesës. Grafiku i Eurostat tregon se bazuar në fuqinë blerëse, paga minimale ishte më e ulët në Evropë në fillim të vitit 2025. Eurostat shpjegon se matja sipas barësisë së fuqisë blerëse PPP tregon se sa njësi monetare kushton një sasi e caktuar mallrash dhe shërbimesh në vende të ndryshme. Përdorimi i PPP-ve për të kthyer shpenzimet e shprehura në monedha kombëtare në një monedhë të përbashkët artificiale, standardi i fuqisë blerëse, eliminon efektin e diferencave të nivelit të çmimeve midis vendeve, të krijuara nga luhatjet në kursin e këmbimit të monedhës. Këto të dhëna nxirren duke krahasuar nivelet e çmimeve për një shport mallrash dhe shërbimesh të krahasueshme që janë zgjedhur të jenë përfaqësuese të modeleve të konsumit në vende të ndryshme.